Në shkollën e muzikës Todor Skallovski në Tetov u mbajt koncerti i grupit Artemis. Mesazhi i këtij koncerti ishte që të bëj promovimin e muzikës jazz dhe subzhanret e saj, si funky, bebop, fusion jazz, R&B, blues e të tjerë. Mbi të gjitha, ky band bën edhe përpunime të këngëve të vjetra të rajonit të Ballkanit, ku me këtë mesazh tregojnë se muzika nuk njeh kufi, nacionalitete, luftë dhe urrejtje. Si tema më të njohura që i ka përpunuar ky band janë Ani more djalë, Kënga e Romëve, si dhe Ederlezi. Grupi përbëhet nga Burim Mehmeti, vokal dhe bas kitar, Jetmir Mehmeti në kitar, Valon Mehmeti në piano, Driton Beqiri në klarinet dhe saksofon, Dejan Apostollovski, perkusione. Mesazhi më kryesor i bendit është edhe promovimi i talentëve të rinj. Andaj këtë herë në këtë koncert ishin të ftuar dy talent të shkollës së muzikës, Anida Demiri soprano dhe Ismet Islami tenor bariton. Artemis Jazz Quinteti është një formacion që është formuar prej në 2023. Është i përbërë nga kitaristi Jetmir Mehmeti, vokal dhe bas kitaristi Burim Mehmeti, unë vetë në piano, Valon Mehmeti, Driton Beqiri në klarinet dhe në saksofon, si dhe Dejan Apostollovski në perkusion dhe bateri. Qëllimi i këtij projekti, që u mundsua nga Ministria e Kulturës, u financua, është, me thënë, përpunimi i këngëve shqipe që janë folklorike, popullore, zbavitse, në një stil jazz modern, si dhe disa këngë të tjerave nacioneve, po ashtu edhe disa standarde të jazzit që ne punojmë. Falenderoj edhe këtu drejtorin e shkollës mesme të muzikës që na mundsoi ta realizojmë këtë projekt në këtë sallë dhe Ministrinë e Kulturës. Bendi Artemis ka pasur bashkëpunime edhe më herët me talent të rinj si me sopranën Rozafa Etemi, që kishin koncertin në Kërçov në vitin 2023. Vlen të përmendet edhe bashkëpunimi me këngëtaren Anita Aziri, e cila festonte këtë vit 25 vjet karrierë, ku bendi Artemis performoi live në Pallatin e Kulturës bashkë me Anitën. Nuk i porën me çdo gjë, të rëndë e ty, në vetë, lumin vetë ku tjetë përzi, edhe vetin tjetë këthy, atë në shion vjen ti.